Përshëndetje dhe mirë se veni në bazat e prezantimit. Unë jam Ridvan Bunjaku. Në këtë kurs do ta krijojmë një prezantim për biznes që nga pika e parë e gjenerimit të idesë deri te dita e dhënies së prezantimit. Pastaj do të eksplorojmë pyetjet e rëndësishme që duhet të bëhen kur e analizoni audiencën tuaj dhe kur e planifikoni prezantimin tuaj. Do të kalojmë në për detajet e dizajnimit të mesazhit tuaj dhe të elementeve vizuale. Pastaj do të merremi edhe me informacionin e rëndësishëm që duhet ta dini kur është fjala për një prezantim të shkëlqyeshëm. Le të vazhdojmë të shohim se ku është problemi me prezantimet sot. Shumë pak aktivitete njerëzore bëhen kaq shpesh sa bëhen prezantimet dhe njëkohësisht kaq dobët. Për shembull, një vlerësim i kohëve të fundit ka nxjerrë se çdo ditë bëhen rreth 30 milion prezantime duke përdorur slajde të PowerPoint-it. Me siguri keni qenë në disa prezantime deri tani. Sa nga to ishin vërtet të paharrueshme, efektive dhe bindëse. Me gjas një pjesë shumë e vogël. Pjesa dërmuese e prezantimeve bien prej e asaj që njihet si 5 gabimet themelore. I pari, nuk ka poentë të qartë. Audienca del nga prezantimi duke e pyetur veten se për çka ishte fjala. Sa herë jeni ulur dhe keni dëgjuar tërë prezantimin dhe në fund i keni thënë vetes, çka ishte poenta këtu? I dyti, nuk ka përfitim për audiencën. Prezantimi dështon të tregoj se si mund të përfitoj audienca nga informacioni prezantuar. Sa herë jeni ulur përgjatë një prezantimi dhe në mënyrë të përsëritur i keni thënë vetes, e çka pastaj? Gabimi i tretë është se prezantimi nuk është i rrjedhshëm në mënyrë të qartë. Sekuenca e ideve është kaq futuese saqë e lë audiencën prapa në pamundësi për të përcjellur. Sa herë jeni ulur dhe gjatë prezantimit në një pikë të caktuar i keni thënë vetes, prit një minutë, si arriti prezantuesi atje? Gabimi i katërt është se prezantimi është tepër i detajzuar. Prezantohen kaq shumë fakte, duke përfshirë edhe fakte që janë tepër teknike apo jo relevante, saqë poenta kryesore turbullohet apo huqet krejt. Sa herë jeni ulur dhe gjatë prezantimit në një pikë të caktuar i keni thënë vetes, çka do të thënë ajo aty? Dhe gabimi i pestë është që prezantimi është tepër i gjatë. Audienca e humb fokusin dhe nis të mërzitet para se të mbarojë prezantimi. Sa herë në tërë karrierën tuaj profesionale e keni dëgjuar ndonjë prezantim që ishte tepër i shkurtër? Kur prezantuesit e bëjnë cilin do nga këto gabime, ata po e harxojnë kohën, energjinë dhe vëmendjen e audiencës së vet. Për më tepër, ata po i kundërvihen objektivave të veta. Secili nga këto 5 gabime është goxha i veçuar dhe i dalluar nga të tjerët. Ja një analogji për ta ilustruar këtë. Supozojmë se ne të dy jemi duke biseduar dhe unë po ju them juve, më lejo të ju tregoj se çka hëngra mbrëm për darkë. Prezantimi im do ta kishte një poentë, apo jo? Ju do ta dinit se çka po synoj të bëj dhe kështu nuk do të isha duke bërë gabimin numër 1. Por për çfarë arsye do t'ju interesonte juve për atë se çka kisha hëngër mbrëm për darkë unë? Pos nëse më herët më keni thënë, më janë mërzitur të gjitha restorantet në këtë zonë, a mund të ma rekomandosh të lutem një vend të ri? Atëherë, duke ju treguar për racionin e shkëlqyeshëm, që e ngrëna në një lokal të ri të shkëlqyeshëm mbrëm, do t'ju ofroja një përfitim dhe do ta shmangja gabimin numër 2. Tash po t'ju tregoja për ushqimin tim të shkëlqyeshëm, duke ja nisur së pari me ëmbëlsirën, pastaj të kthehem te sallata, pastaj të kërcej përpara te djathi, pastaj prapa te pjata kryesore. Atëherë tregimi im nuk do të ishte i rrjedhshëm fare. Nëse në vend të kësaj do të shkoja nga supa deri në ëmbëlsirë me radhë,
ai do të kishte rrugë të qartë të rregullt dhe kështu do ta eliminoja gabimin numër 3. Nëse do t'i përshkruaja ushqimet që i kam ngrënë, duke përdorur tipin, klasën, rendin, gjinin dhe llojin e secilit produkt, kafshë dhe bimë në darkë, kjo do të ishte tepër teknike dhe tepër e detajzuar dhe do të mërziteshit. Dërsa nëse në vend të kësaj, do ta kufizoja përshkrimin tim në mbiemra plot ngjyra dhe në emra të thjeshtë, atëherë do ta shmangja gabimin numër 4. Në fund, po t'i kaloja 5 orë për t'ju treguar për një racion që mi mori vetëm 2 orë për ta konsumuar, atëherë prezentimi im do të ishte tepër i gjatë. Ndërsa nëse në vend të kësaj, këtë do ta kisha bërë për 5 minuta, do të ikja gabimit numër 5. Kjo analogji mund të jetë ekstreme, por 5 gabimet apo mëkatet themelore janë tepër reale. Dhe edhe pse secili nga ta është unik dhe i pavarur nga të tjerët, ata të gjithë mund të përmblidhen në emëruesin e tyre të përbashkët, që është një grumbull i shënimeve, pra zbrazje e tepërt, e pa kuptim dhe e pa formë e shënimeve, pa ndonjë qëllim apo plan. Tani qëllimet e të gjitha prezentimeve janë të ndryshme, por të gjitha e kanë një faktor të përbashkët. Në secilin rast, ju po provoni ta bindni audiencën tuaj që ta marrë ofertën tuaj, të përgjigjet thirrjes suaj për veprim, qoftë kjo duke nënshkruar një propozim, një kontratë, ta shkruaj një çek apo të punojnë në mënyrë më të fortë dhe më të mençur. 5 gabimet themelore e zën rrugën për arritjen e atij qëllimi. Le të vazhdojmë me pyetjen se çka e bën një prezantim të admirueshëm. Le ta shohim një rrëfim të vërtetë të një mentori të prezantuesve. Ai thotë: "Ishte një prezantim i admirueshëm. Ish studenti im rrinte para 25 njerëzve me ndikim në kompaninë e tij, sikur të kishte qenë aty 100 herë. Edhe pse ishte antar i ri në staf, ai fliste me konfidencë, me kredibilitet dhe paraqiste informacion që i plotësonte nevojat e tyre. Jo vetëm që ishte i përgatitur mirë, por ai e dinte materialin e tij nga të gjitha anët. Personat ekzekutiv në dhomë e ndiqnin atë. Ata i besonin atij gjatë prezantimit dhe në fund të prezantimit ja dhan besimin e plotë. Pra hapa që ai ndoqi për ta zhvilluar prezantimin e tij të admirueshëm ishin hulumtimi për audiencën, hulumtimi për temën, brainstormimi i përmbajtjes, pastaj një hulumtim shtesë që i ndihmoi se çka po i mungonte, pastaj dizajni strategjik i përmbajtjes dhe i elementeve vizuale, ushtrimet e vazhdueshme për prezantim autentik dhe pa asnjë tëmet, dhe në fund një dozë solide e informacionit shtesë për të cilin audienca kishte nevojë të diskutojë në Q&A, pra në pjesën e pyetjeve dhe të përgjigjeve. Kur ju bëni prezantim të admirueshëm, ju keni bërë të gjitha këto dhe më shumë se kaq. Produkti juaj final është një mesazh që e bën audiencën tuaj të përmbushur, të informuar dhe shpesh të inspiruar për të ndërmarrë ndonjë veprim. Le të flasim pak për artin e të bindurit, që është në fakt kalimi nga pika A në pikën B. Të gjitha situatat e prezantimit e kanë një element të përbashkët. Qoftë prezantim formal, qoftë fjalim, apo prezantim bindës për shitje, apo seminar, apo mbledhje juris, apo fjalim gjallërues, secili komunikim e ka si qëllim të vetin që ta çojë audiencën nga aty ku janë në fillim të prezantimit tuaj, që është pika A, dhe t'i lëvizin ata deri te objektivi juaj që është pika B. Kjo është vendosje dinamike, është bindja. Njohja dhe pranimi i kësaj të vërtete është pika më e mirë e fillimit për ta mësuar artin e bindjes. Prezantimi juaj mund të jetë argëtues, mund të jetë elokuent, pra shprehës, apo impresiv, pra që lën përshtypje, por ky nuk është qëllimi kryesor se pse po bëhet ai. Qëllimi juaj kryesor dhe i vetëm është t'i lëvizni njerëzit në pikën B. Kjo është poenta.
Kur poenta juaj nuk është e qartë, ju e keni bërë njërin nga 5 gabimet themelore. Dërsa kur poenta juaj pra pika B është lehtësisht e dukshme, ju e keni bërë thirrjen e qartë për veprim. Le ta shohim më përafër se çka përfshihet në sfidën e lëvizjes së një audience nga pika A në pikën B. Në terma psikologjik, pika A është vendi i plagët ku ja nis audienca juaj. Pra ata janë të painformuar, duke ditur shumë pak për ju dhe për biznesin tuaj, pastaj të paqartë, pra skeptik për biznesin tuaj dhe gati për të vënë në dyshim pohimet e juaja, apo në skenarin e rastit më të keq, ata janë rezistues, të përkushtuar fuqishëm në një pozicion të kundërt me atë çka po ju kërkoni të bëjnë. Ajo çka ju po kërkoni të bëjnë është pika B. Natyra precize e pikës suaj B varet nga situata specifike me të cilën ballafaqoheni. Për të arritur pikën B, duhet ta zhvendosni audiencën e painformuar që të kuptoj, audiencën e paqartë që të besoj dhe audiencën rezistuese që të veproj në një mënyrë të caktuar. Në fakt, kuptimi, besimi dhe veprimi nuk janë 3 qëllime të ndara, por janë 3 faza në arritjen e një qëllimi të vetëm, kumulativ dhe përfundimtar. Në fund të fundit, audienca nuk do të veprojë ashtu si doni ju, nëse së pari nuk e kuptojnë rrëfimin tuaj dhe nuk e besojnë mesazhin që e bart ai. Le të flasim tani pak për përshtatjen me pikpamjen e audiencës. Që prezentuesi të ketë sukses në arritjen e thirrjes së qartë për veprim, audienca duhet të sillet në fokus të barabartë me objektivat e prezentuesit. Për të arritur këtë balans, ju duhet të mësoni që ta shihni veten, kompaninë tuaj, rrëfimin tuaj dhe prezantimin tuaj përmes syve të audiencës suaj. Kjo është zhvendosje në mënyrën e të menduarit, e cila kërkon edhe njohuri edhe praktik. Pyetja është, si mund të komunikoni ashtu që audienca juaj të jetë e kënaqur, miqësore dhe e gatshme të veprojë në pikën tuaj B. Përvojat më të mira sugjerojnë të veproni si vjen. Gjithçka që e thoni dhe që e bëni në prezantimin tuaj, duhet të shërbejë nevojave të audiencës suaj. Është koncept i thjeshtë e prap thellësisht i rëndësishëm. Tani do ta shohim se çka do të thënë zhvendosja e fokusit nga veçoritë te përfitimet. Një mënyrë për ta kuptuar përshtatjen me audiencën është dallimi ndërmjet features, pra veçorive, dhe benefits, pra përfitimeve. Ky dallim është me rëndësi jetike sa herë që duhet ta shitni rrëfimin tuaj. Në fakt, kur e zhvendosni fokusin e cili do prezantim nga veçoritë te përfitimet, ju i rritni gjasat e fitimit të përkrahësve të kauzës suaj. Veçoria është një fakt apo një cilësi për ju apo për kompaninë tuaj, produkte që i shitni apo ideja të cilën po e avokoni. Për dallim nga kjo, përfitimi është mënyra se si ai fakt apo ajo cilësi do ta ndihmoj audiencën tuaj. Kur ju dëshironi të bindni të tjerët, kur nuk mjafton vetëm të prezantohen veçoritë e asaj që po e shitni. Çdo veçori gjithmonë duhet të përkthehet në përfitim. Dërsa një veçori mund të jetë jo relevante për nevojat apo interesat e audiencës suaj, në anën tjetër përfitimi sipas definicionit është gjithmonë relevant. Pa përfitime nuk keni përputhje me audiencën. Që njerëzit të veprojnë për diçka, ata duhet të kenë arsye për të vepruar dhe arsyeja duhet të jetë e tyre e jo e juaja. Ky princip i njëjtë vlen në çdo sfidë të bindjes me të cilën ballafaqoheni. Veçoritë janë në interes vetëm të bindësit, ndërsa përfitimet janë në interes të audiencës. Prandaj gjithmonë përcaktoni për përfitimet. Le të flasim tani për kuptimin e nevojave të audiencës suaj. Ju mund të krijoni prezantim efektiv vetëm nëse e njihni audiencën tuaj. Pra në çka janë të interesuar ata, çka ju bën përshtypje,
problemet me të cilat ballafaqohen, paragjykimet që i kanë, ëndrat që i kultivojnë e kështu me radhë. Kjo do me thënë në një farë mënyre t'i bëni detyrat tuaja të shtëpisë. Për shembull, nëse jeni në shitje, është thelbësore që të ndani kohë për të njoftuar me klientët tuaj, si dhe pse do të mund ta përdornin ata produktin tuaj, kufizimet e tyre financiare, çështjet e tyre garuese dhe si mund t'ju ndihmojë produkti juaj që ata të arrijnë qëllimet e veta personale dhe profesionale. Dhe ndërsa duhet t'i kuptoni si përfaqësues të tregut apo të një kompanie klient, ju duhet t'i kuptoni ata edhe si qenje njerëzore, cilat janë kokëdhembjet, frikat, shqetësimet, aspiratat, nevojat, dashuritë dhe urrejtjet e tyre më të mëdha. Si mund t'ju shërbej atyre ajo që e keni për ta ofruar. Nganjëherë interesat tuaja dhe ato të audiencës suaj priren të divergjojnë, gjë që krijon potencial për konflikt dhe për frustrim. Ju mund ta doni shumë atë ngritje page, atë kontratë fitimprurëse të shitjes, apo atë kredi a investim kritik që nevojitet për ta mbajtur biznesin tuaj në këmbë. Në mënyrë të pashmangshme, antarët e audiencës suaj do t'i kenë motivet dhe çështjet e veta të cilat dallojnë nga tuajat. Arti i bindjes duhet të balansohet nga përshtatja me audiencën. Bindja e audiencës suaj se ajo që e doni ju do t'ju shërbej edhe interesave të tyre është qelsi. Le të vazhdojmë me skenarin e prezantimit. Në këtë kurs do ta kemi një rast për studim. Do ta përcjellim Katein, që është menaxhere e burimeve njerëzore, se si përgatitet, e dizajnon dhe e jep një prezantim. Katie punon për Kineteco, që është ndër inovatorët më të mirë, prodhues dhe instalues i produkteve dhe i sistemeve të energjisë alternative në tërë botën. Kompania prodhon panele solare, turbina me erë dhe të gjitha llojet e produkteve që avancojnë energjinë alternative. Kineteco e ka selin në Kaliforni, mirëpo bën biznese me shpërndarës dhe furnitor edhe në Meksik dhe në Kanadë. Plani strategjik i kompanisë e përfshin zgjerimin në nivel global në 5 vitet e ardhshme. Njëra nga lokacionet më strategjike për zgjerim është Brazili. Prandaj drejtori i operacioneve i Kinetecos ka lënë ka zyra e resurseve humane dhe kërkon nga Katie që ta përgatisë një prezantim për ekipin ekzekutiv. Drejtori ja shpjegon Katie se kompania dëshiron që të vendosë më shumë kontakte në Brazil dhe të përhapet në Amerikën Jugore. Ai propozon prezantim prej 10 deri në 15 minutash dhe në fund një seancë me pyetje dhe me përgjigje. Pra ky është skenari i prezantimit të cilin do ta studiojmë gjatë kursit.